E pra të nderuar shikues, ashtu siç thash edhe në fillim të emisionit, do flasim për një eveniment shumë të bukur e cila ndodhi në fushën e modës në Skopje Fashion Week, e cila organizohet qysh nga viti 2010, këtë vit solli edhe njëherë energjinë e dizajnerëve të rinj. Një prej tyre është Blendina Kotona, vajza e cila vjen nga Gjakova, që sot ajo ka studiuar dhe studion dhe është pjesë e Institutit Internacional Izet Curi në Shkup. Me stilin dhe pasionin e saj, ajo tërhoqi vëmendjen e publikut dhe të kritikëve. Do t'i themi mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studio Blendinës. Mirëmëngjesi. Shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Blendina, ashtu siç thash edhe në paralajmërimin tim, në prezantimin dje u mbajt Fashion Week Skopje, kështu që ky event madhështor organizohet tani shumë vite. Më tregon pak për përshtypjet e tua për këtë event kaq të bukur dhe kaq të madh. Është një emocion shumë i jashtëzakonshëm. I përfshin të gjithë emocionet në një të vetëm. Gjithmonë ka pak stres, kënaqësi, ama mendoj që mundesh me arrit qëllimin me dëshirën e madhe që e keni. Unë kam menduar që je studente e Institutit Internacional Izet Curi, po në bisedën para se të hyjmë në emision, ti tha vetëm e kam përfunduar vitin e 4. Je nga Gjakova dhe ke studiuar këtu për gjatë 4 viteve në Shkup. Ashtu si thash në Institutin Internacional Fashion Izet Curi. Si është kjo përvojë për ty dhe bashkëpunimi me Izet Curin? Sigurisht është hera e parë edhe që je pjesë e kësaj ngjarje Fashion Week Skopje. Po, unë jam prej Gjakovës, nga Gjakova. Kam përfunduar 4 vite studime te Instituti Modës Izet Curi. Është një mundësi shumë e mirë, kush e ka pasion modën, që mundet më konë pjesë e Institutit Modës, sigurisht. Nuk është hera parë që marr pjesë në kuadër me Fashion Weekend Skopje, po është hera parë që marr pjesë si dizajnere tashmë e re, e vetme, me koleksionin tim diplomimi. Pasi më herët kam marr pjesë në kuadër me të gjithë studentat të tjerë, që kena paraqitur nga një veshje ose 2 veshje. Tash ti ke marrë pjesë me komplet koleksionin tënë, prapë nga biseda paraprake ti më the që ke pas 20 veshje të përgatitura vetë. Si ishte kjo eksperiencë për ty? Sa kohë mori rregullimi i këtij koleksioni dhe sa kohë mori edhe ajo që ti i realizove këto perla tua, se janë ndoshta edhe perla të diplomimit, pse jo? Po, shumë faleminderit. Po, të paktën ka qenë mundësia 20 veshje, me paraqit, 20 krijime. Koha na ka marrë parafërsisht 1 vit e gjysmë. Po, i përfshin të gjitha rrugtimin e gjatë, mundin, po është një punë që bëjmë me gjithë qef dhe diçka shumë e bukur një të në kohë. Me çfarë koleksioni u prezentove? Sepse e dim që u mirëprit nga publiku mjaft shumë. Po, shumë faleminderit për mbështetjen. Koncepti im i koleksionit ka qenë gruaja aktive. Ka menduar se si unë mund të shoh një grua që është punësuar dhe pavarur, çfarë mund të vesh gjatë ditës, apo si mund të jetë një javë organizuar që mund të vesh një grua. Mirë e menduar, nuk e kemi hasur ndonjëherë kështu, unë për vete, nuk e kam hasur asnjëherë këtë lloj tematike në veshje. Blendina, çfarë shpreson që të sjellë kjo ngjarje për ty si dizajnere e re, do kisha thënë, sepse ke mësuar shumë mirë, po je në rrugtimin tënd për të mësuar edhe më tepër. Jena në fillim të rrugtimit. Është një mundësi shumë e mirë që mund ta shfrytëzosh. Janë shumë gjëra të ndryshme që mund të shohësh edhe mund të mësosh me kalimin e kohës. Përpos si dizajnera janë edhe shumë gjëra tjera që mund të shohësh
edhe mund ta kuptosh si mund të funksionojë në këtë rast një sfilant, apo organizimet të ndryshme që mund të paraqesesh te krijimet e tuaja. Ke bashkëpunuar dhe bashkëpunon me një emër shumë të madh të modës. Si është të studiosh me një emër kaq të njohur si Izet Curi? Na trego pak më tepër nga ajo që ti e mëson për çdo ditë apo e ke mësuar gjatë këtyre 4 viteve. Po, është shumë, kena pas shumë mundësi të mirë. Besoj që kena pas një fat shumë të mirë që kena mujt me njoftë profesorin Izet Curi. Është një mundësi e jashtëzakonshme për të gjithë ata që kena mujt me shfrytzu në aspektin e mirë profesorin Izet. Gjithçka, çdo ditë mund ta them që kena mësu diçka të re në institut. Po ashtu mendoj që prej profesorit Izet kena mësu metodat më të mira që ka mujt me na tregu të cilat praktikohen në shtëpitë e modës më të mëdha të botës. Sa të ka ndihmuar, sigurisht e theb mirë, po a të ka ndihmuar edhe më tepër që para një publiku pak më të madh ta prezantosh veten tënde pak më shumë, edhe bashkëpunimi me profesorin Izet Curi dhe me institutin, sigurisht edhe me kolegat që jeni së bashku në këtë institut dhe keni studiuar ndoshta edhe bashkë. Po, kena mësu shumë gjana të ndryshme, shumë gjana të reja, edhe përpos sfilatave, çdo organizim që kena pas ma herët, kanë qenë disa gjana që na kanë bo shumë më të fortë dhe mi kuptu çka mundet më na print, çka muj mi pas, më na has, për mu kënd gatshëm, për më dalë më mirë. Po. A ka ndonjë trend këtë sezon që ty të frymëzon dhe ti që e shesi ndoshta pjesë të stilit tënd? Po, ka disa trende, ndoshta muj më thonë më shumë janë disa brendet të cilat motivojnë edhe gjithmonë që i kam më pëlqejnë, po ashtu mund të them që është shumë mirë që shtëpitë e modës por i kthejnë modën që ka qenë më herët, po bëjnë në krijime të ndryshme, ditët e sotme, secilin stilin e vet. Po, si do ta përshkruaje ti stilin tënd me 3 fjalë ndoshta? Stilin tim me 3 fjalë tani për tani, se mendoj që me kalimin e kohës ndoshta edhe mund të ndryshojmë. Gjithmonë kam qenë që që të krijimet e mia të jenë komode për klientët e mi, të gjithë ata që dojnë të veshin ose të prezantojnë, të jenë të pastërta, një punë e pastërt, edhe kur ta veshin të paraqesen tek të elegancën. Po, do me thonë më tepër po anon nga eleganca. Po. Do më thuash edhe në botën e modës, kreativiteti është gjithçka. Mirë po, më intereson si ti e balancon këtë gjë me anën praktike. Po, kreativiteti është gjithmonë pjesë e modës, po mendoj që kreativiteti është gjithmonë fushën e artit. Kam qef sa ma shumë me balansu në punën praktike dhe mund të them se përqindjen më të madhe të kohës ja kushtoj punës praktike. Po. Ti përmende edhe stilet e vjetra edhe shtëpitë e modës, mirë po, a ka ndonjë dizajner që ty të frymëzon pak më tepër në lidhje me punën tënde, në lidhje me dëshirën tënde për modë dhe për stilin të cilin ti e pëlqen? Po, përpos që kena shumë dizajnera shqiptarë, që janë shumë talentuar, po ka shumë dizajnera që i adhuroj, që janë të huaj, edhe gjithmonë i ndjeki me pasion punën dhe çdo kreativitet që arrijnë ta bëjnë. Po. Ti tashmë ke diplomuar. Ku e shef ndoshta veten, a ke ndonjë rrugë tjetër që ndoshta don ta ndjekësh, cilat janë ato planet që ndoshta i ke menduar që ti realizosh? Janë disa mundësi që ne si dizajner të rinj mund t'i paraqesim krijimet tona, por mendoj që në fillim varet atë çka ki qef, në cilin drejtim mendon që duhesh të fokusohesh, po gjithmonë në fillim është mirë të marrësh eksperiencë,
edhe të bashkëpunosh me kreatorë që janë prezent, se jo të punosh për ta, të marrësh praktikë edhe pastaj ta shohësh ku është më mirë për ty edhe të vendosësh. Po. Mirë po, si e shef edhe zhvillimin e modës në rajon dhe në Kosovë? A ka ndonjë hapësirë për të talentuarit të ri si ti, apo si është ajo shikimi jot për modën andej? Po, shtëpitë e modës, sidomos në Kosovë, kanë arritur shumë. Mendoj që hapësirë mund të gjesh, tregi është shumë i madh, por është diçka që gjithmonë vetëm po ashtu edhe profesorët na kanë mësuar se nëse është diçka që ti e bën ndryshe edhe mund ta kujtojnë të tjerët, mund të arrish. Po. Ti si një dizajnere e re, si i shef të rinjt, a vishen me stil apo jo? Sa e ndjekin stilin? Po, mendoj që vishen shumë me stil. Se cilin mënyrën e vend. Po. Çfarë do të thoshe ti një të riu që ndoshta don ta ndjek këtë rrugë? Mund të them një të riu që nëse ka pasion në modën, mos të ndaloj, të jetë i guximshëm edhe të vazhdoj. Se besoj se gjithmonë ka diçka të mirë dhe që mund të arrish qëllimin tënd. Po. Dhe të fare në fund, do desha të di që nëse të vinte ndonjë ofertë nga bashkëpunim nga një emër i madh, cili do kishte qenë ndoshta ai kreator që ti ndoshta do ta kishe përzgjedhur që të bashkëpunoni së bashku? Po, ka disa brende tuaja që më pëlqejnë, se i ka dhe më herët. Nëse është mundësia, sigurisht, pse jo. Është një ëndër që doa të realizoj. Tashmë ti do të vazhdosh edhe procesin e punës në Institutin Izet Curi, ma merr mendja? Procesin e punës si studente kam përfunduar. Po. Cilat janë planet për një të ardhme të afërt? Ku do të gjejmë ty? Ku do të gjejmë? Mendoj që tani për tani veç të përfundojnë të gjitha gjana që kanë qenë pjesës sfilantës, edhe ta shohë ku mujmë gjetë veten tema më mirë. Ndoshta duke punuar njëherë për njëherë në Kosovë. Po. Dhe ndoshta për ndonjë sfilat tjetër të radhës do na ftosh përsëri. Po, sigurisht. Do të jem aty. Do të jemi me kamerë, ndoshta edhe për tjera aktivitete të cilat do t'i realizosh. Besoj që në të ardhme, nëse mund të realizoj një koleksion tjetër, dëshiroj që edhe më shumë me lënë përshtypje njerëzve edhe me qenë edhe me jashtëzakonshëm. Blendina, unë të falenderoj shumë që zgjete kohën dhe mundësin pas një vikendit lodhshëm, sepse ishim me aktivitetet shumëta të Fashion Weekit. Mirë po, erdhe dhe na nderove me prezencën tënde dhe me eksperiencën, ndave eksperiencën tënde nga ky eveniment dhe nga puna jote si me Institutin Izet Curi, mirë po edhe nga eksperienca jote një vjeçare të cilën ti e ke punuar për të prezantuar dje. Shumë faleminderit për juve, për mbështetjen dhe sigurisht do jemi në kontakt për krimet të mia në vazhdim. Faleminderit shumë. Faleminderit.